nga qeveritarësh i drejtuar nga Edi Rama, nga qeveritarët e tij vendor, si Erion Veliaj, nga 5B-t dhe 5D-t e tyre, çka do thot nga rrethet e tyre të ngushta me të cilën këta ndanin buxhetin, ndanin pasurit, kurse rrogat dhe pensionet tuaja në vend që të rriteshin, bëheshin çdo muaj dhe çdo vit më të pavlerë, sepse çmimet rriteshin në mënyrë stratosferike. Në qoftë se një pension u rrit nga 143.000 lek në 172.000 lek në Shqipëri, çmimet u rriten me mbi 250% mesatari atyre. Dhe sot ky pension, për të patur të njëjtën fuqi blerëse që kishte pensioni viti 2013, duhet ishte 390.000 lek. Pensionisti Malit Zi, që në vitin 2013 mirëte një pension gjithsejt 138.000 lek, sot merr 450.000 lek. Sepse qeveria Malit Zi, apo qeveria Maqedonisë Veriut, apo qeveria e Kosovës, apo e Serbisë, apo cila do, kur ndan buxhetin në ligj, në moral dhe në ligj të shtetit demokratik, një pjesë të parave u kthehen qytetarëve, u kthehen me pensione, u kthehen me rroga, kurse këta qeveritar me parat tuaja ndërtuan luksin më të shfrenuar. Ju e dëgjoni rëndom, Edi Rama thot, me jepni prova, po ka provë më të madhe morzotri se sa vila me 57 metra të gjata të themelet, 2 herë më të gjata se vila e Enver Hoxhës, se sa kopshti 8.300 metra, 4 herë më i madh se kopshti i ish diktatorit Hoxha, po ka dëshmi më të madhe se sa 225.000 metër katror tokë te kanjoni Gjipes, po ka dëshmi më të madhe se sa fluturimet me avion taksi për pushime, për të tjera, 21 milion në 2 vite, me 140 udhëtime, po ka dëshmi më të madhe, le të thotë shqiptarve, ka dëshmi më të madhe se kryeministri vetëm në botë që hap shishën e verës Roman e Konti 33.600 euro. Po ka dëshmi më të madhe kur jep vllaut tënd 38.000 metër katror te krapi i Treshit, duke u marrë pronarëve Tiranas. A ka dëshmi më të madhe se në kundërshtim me çdo ligj, Bazhanaku yt, kunati bashkëshortës tënde, fiton qindra tendra dhe vetëm për lidhjet familjare që ka me ty. Ka dëshmi më të madhe, a ka provë më të madhe, miqtë e mi, se sa djegësi i Tiranës 130 milion euro të zhdukura pa nam pa nishan, dhe nuk ekziston asnjë tull në themelet e tij. Çfarë dëshmi e kërkon ky njeri? Të zhdukura. Dhe tani e morë vesh 2 drejtorat që shkuan në gjykat, shkuan se kanë firmos letrat
Kurse Lubia, e keni parasysh. Kurse Lubia, e cila kishte detyrë ligjore të kontrollon të punimet, të bën të raportin dhe të njofton të çdo muaj për ecurinë e punimeve, nuk bëri në 5 vite asnjë raport, sepse e dinte që parat i mirë të bosi i saj, i mirë të Edi Rama me Eriol Velin.